E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV për të analizuar dhe për të ndarë një ngjarje që në fakt ditën e sotme po komentohet jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale. Tani çfarë po ndodh? Selin edhe Greta gjatë prajmit të mbrëmshëm patën një kacafytje të vogël që në fakt publiku e mori si të mirëqënë. Selina u mërzit shumë nga komente që dhanë opinionistët dhe e përjetoi shumë keq këtë gjën, filloi që të qanë, u skuq në fytyrë, domethënë e pash që i ndryshoi krejtësisht brëndësia e saj. Me patjetër që Greta, duke qenë edhe kunata e saj, në këtë rast nusja të vllajt tashmë, u afrua pranë Selinës për ta respektuar, për ta pyetur se çfarë ke. Selina u soll në një sjellje aq arrogante, sa që e bëri Gretën që t'i qëndroj sa më larg të jetë e mundshme. Do me thënë tani, Selina dhe Greta nuk flasin me njëra tjetrën. Nuk e di sa e keni vënë në dukje, Greta as nuk ju afrua mbrëm te krevati fare Selinës, përkundrazi ishte Juela ajo që në fakt i bënte masazh, dhe pyetja ime është kjo, mos vallë Gretës i ka mbetur hatri që Selina përzjodhi Juelën për t'i bërë masazh, por e shoh që dhe Selina nuk është se e ndjen të arsyeshme që t'i afrohet Gretës edhe t'i flet Gretës. Do me thënë rinë vetëm në mendime, rinë vetëm në atë ndjesinë e saj, por nuk i afrohet Gretës fare. Tani që Selin shpesher ka treguar një lloj edukate të tepruar kundër drejt Gretës, kjo gjë është e dukshme dhe normal Greta mbani nate, sepse nuk i duket e mirë që Selina t'ia kthen shpinën në atë formë. Tani, për veprimin e Juelës, në qoftë se Greta është prekur tek Juela, unë mendoj që Juela veproi në mënyrë të njerëzishme, që pa marrë parasysh se çfarë të ndodhen, Selina kishte nevojë për një masazh dhe Juela në atë moment ishte pranë Selinës edhe ja dha këtë masazhin. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Por të mbash inat edhe mlefe për faktin pse ajo erdhi të të pyetën dhe ti nuk dite që ta respektosh, unë mendoj që Selina këtu e ka me gabim, ndërsa Greta e ka me të drejtë. Por që ka një krisje, që ka një hidhërim, që ka një hatërmbetje mes kunatave, kjo gjë është e dukshme.